Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Shkodrës, ku nëna dhe dy fëmijët kanë humbur jetën pasi janë ndjekur në banesën e tyre në fshatin Dom, pjesën e njësisë administrative në Portret, pikërisht në banesën në Paskavit. Viktimë ka mbetur Derina Çobaj, 24 vjeç, dhe fëmijët të saj dhe 3 vjeç, të cilët thuhet se janë ndjekur pikërisht në banesën Paskavit. Fakte sipas dyshimeve paraprake të policisë së Shkodrës, dyshohet se zjarri ka nisur në copën ku 24 vjeçaria po gatuante. Zjarri më pas dyshohet jetë përhapur në të gjithë banesën, duke shkëmbuar totalisht, dhe fakten dyshohet që çifti ka ardhur në këtë banesë mëngjesin e ditës së sotme, pasi ato jetojnë në qytetin e Shkodrës, ndërsa babai i tyre për disa vitesh ka qenë në zonën e Gjermanisë. Dyshohet që familja ka ardhur ditën e sotme në zonën e Domit për të pastruar pikërisht banesën që po shtojnë tani drejt të cila është shkëmbuar. Një ngjarje e rëndë është shënuar mesditën e kësaj të mërkure në fshatin Domen të Shkodrës, ku një banesë është përfshirë nga flakët, duke shkaktuar një bilanc tragjik. Si pasojë e zjarrit, kanë humbur jetën një 24 vjeçare Bleuna Çobaj dhe 2 fëmijët e saj të mitur, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e ngjarjes. Sipas informacioneve, familja kishte ardhur nga Gjermania për pushime dhe ishte strehuar në shtëpinë e tyre. Sipas njoftimit të policisë, rreth orës 13:10 është raportuar një zjarr në një banesë në fshatin Domen të njësisë administrative Postrip. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, në vend ngjarje mbërritën shërbimet e policisë dhe forcat zjarrfikse. Nga veprimet e para hetimore, si pasojë e flakëve, kanë humbur jetën shtetësja Bleuna Çobaj, 24 vjeçe, si dhe 2 fëmijët e saj të mitur, të moshës 3 vjeç dhe 1 vjeç e gjysmë. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vion punën për të përcaktuar shkakun e rënies së zjarrit dhe për të dokumentuar plotësisht rrethanat e kësaj ngjarjeje tragjike.